bën paraqitje mjaft mira, të dyja ekipet respektive fituan. Po. Dhe ato bën një paraqitje mjaft mirë për të qenë pjesë e formacionit të javës. Ndërkohë, nga krahët në të majtë Përgjoni i Teutës është kthyer në një pikë solide për mbrojtjen e Teutës në krahën e majtë. Dhe Ajme i Ignatias, në mungesë të fangaj që e nisi nga Stoli këtë ndeshje, bëri mjaft mirë paraqitjen e tij dhe është pjesë e formacionit të javës me këtë vendosje. Në mesfush, Krymi i Vllaznis përpara mbrojtjes, shumë polivalent. Krymi ka vite që luan me ekipin e Vllaznis, e njeh shumë mirë atë ambient dhe ka luajtur edhe në mbrojtje, edhe në krah, edhe në mesfush, dhe tregon që ka e meriton vërtet me eksperiencë dhe shumë i fortë fizikisht. Po, vërtet. Për pozicionin e aty dhe një pikë kyçe për lojën e Vllaznis. Po. Në mesfush i bashkangjitet Maçolli i Teutës, që doli edhe lojtari i ndeshjes. Konstant javë pas jave për rrit lojën e tij. Po, është një lojtar me talent dhe shumë i përqendruar në lojën e tij. Në manovrën e Teutës ka hyrë në mënyrë perfekte. Po, dhe është pjesë kyçe e lojës Teutës për një vit e gjys, që kur erdhi nga Bylis. Po, vërtet. Është kthyer një pikë shumë decisive për lojën e Teutës. Bukur. Kristi Qose i Elbasanit, shënuesi i golit, pavarësisht se ekipi i tij humbi, është një lojtar konstant në fush për Elbasanin. Në çdo ndeshje është në formacion, nuk e diskuton pozicionin e tij. Nuk bie shumë në sy. Por është lojtar një lojtar për trajnerin dhe shumë i rëndësishëm për lojën e Elbasanit. Absolutisht po. Të dalim përpara kësaj pjesa e sulmit është Kasalla i Vorës. Një lojtar i ri dhe me perspektivë, por dha një asist perfekt për Dario Dakën, ke goli i parë dhe është ka qenë dhe një herë tjetër në formacion e javës. Po. Është lojtar i kyç për manovrën e lojës së Arjan Bellajt. Dhe pasi e cilësoi dhe profesori Evioni, pasi që i dha Dario Dakës, ishte një pas perfekt, një nga ato që ne që pëlqejmë futbollin, që dashurojmë futbollin, urojmë shumë që në kampionatin ton të ketë gjëra të tilla, sepse rritet dhe niveli dhe ishte një pas vertikal që nxori komplet bluff mbrojtjen e ekipit kundërshtar të Elbasanit. Asist perfekt, assist man, si quhet në gjuhën e futbollit, dhe Dario Daka bëri finalizimin perfekt. Bukur. Në sulm Karica i Vorës, dhe Iskandarli i Partizanit. Iskandarli Azerbajxhanit. Ish lojtari i Ignatias. Po vazhdon me ngritje në performancat e tij që nga momenti që erdhi nga Turqia. Është një lojtar shumë i shpejt. Është përshtat mirë me kampionatin shqiptar. Po, është përshtat goxha dhe po është lojtar shumë i shpejt, ka shpejtësinë armën e tij më të fortë. E vërtet. Dhe doli dhe lojtari i ndeshjes në ndeshjen me Flamurtarin. Absolutisht. Por dhe Karica shënuesi golit dytë për Vorën që i dha fitoren. Një lojtar që një blerje e rëndësishme për trajnerin Bellaj, për Vorën. Dhe është e tillë gjithë formacioni në studio. Formacioni është 4-3-1-2. Sepse Kasalla është në rolin e trekuartistit që fantazistit të ekipit. Që lidh pjesën tjetër. Dhe trajneri i javës Arjan Bellaj, pa diskutim, bëri një ndeshje shumë të mirë dhe një fitore shumë e rëndësishme për ekipin e Vorës. Bukur. Komplimente. Absolutisht. Komplimente. Ne do të kalojmë tani tek pjesa tjetër, do të flasim për kampionatet e tjera, të vendeve të tjera, Serie A, Premier Liga, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 në Francë e të tjera, këto janë më të rëndësishmet. Pesë kampionat më të fortë të Evropës. Po, më të fortë të Evropës. Do ta nisim nga Premier Liga, nga Anglia. Kishim derbin, Liverpool, Manchester United. Për habi, Manchester United marrë një 3 pikë. Që do e jashtë zakon, kjo ishte kryendeshja javës. Për habi edhe të Manchester United vetë. Edhe për vetë habi të Manchester United vetë, se kemi thënë se është një krizë thellë, por kësaj radhe tregoi që kur ata mobilizohen, se mos harrojmë se është fanel shumë e rëndë. Patjetër, fanella është shumë e rëndë, shumë i madh i futbollit evropian dhe botror, dhe fitoi 2-1. E pash ndeshjen
me shumë vëmendje e analizova. Nuk është se Manchester United dominoi në mënyrë absolute, sepse Liverpooli ka element jashtëzakonshëm brenda, ka edhe individ shumë fort, por këtë ndeshje karakterizoi lufta sportive dhe dëshira e madhe e Manchester United për ta marrë këtë 3 pikë. Pasi rezultati shkoi 0-1 për Manchesterin, barazoi Liverpooli 1-1 dhe Harry Maguire, një mbrojtës që është bërë disa herë meme nëpër TikTok, se radhë i dha 3 pikë në skuadrës së Manchesterit dhe trajnerit Amorim. Por ajo që më bëri përshtypje është mbas ndeshjes të gjithë stafi festoi sikur të kishin fituar kampionatin, në të drejtë ndoshta se kanë kohë që vuajnë, ndërsa trajneri tregoi një ftohtësi të jashtëzakonshme dhe një profesionalizëm të jashtëzakonshëm. Me këmbë për situatën. Po Harry Maguire besoi do të vi këtu në Tiranë, në Anglinë. Nëse ai vazhdon të luajë, po do vi. Shumë bukur. Besoj të na bëjnë një gaf. Nga to të vetat. Shpresojmë dhe gafat e Harry Maguire. Do broja me shok. Ta shënojmë të marra 3 pikë. Çfarë mund të themi? Ndeshjet të tjera do rikthehemi prapë. Manchester City ka bërë detyrën me Evertonin 2-0 dhe Chelsea Arsenali fiton me Fulhamin dhe Chelsea fiton me Nottinghamin. Pra bëjnë detyrën, po themi skuadra. Patjetër. Por ajo që është fitoria e Arsenalit. Po. Edhe pse minimale, Arsenali është siç ka thënë dhe Andi në emisione të tjera që flitet gjithmonë që është viti i Arsenalit, viti i Arsenalit. Po, e vërtet. Në fakt e tregon edhe renditja. Shpresojmë sepse duket që ka vazhdimsi si skuadër. Po, e nis gjithmonë mirë. Bën ndeshje shumë të bukura, po është vend parë aktualisht Arsenali në Premier League me 19. Vend parë në 15 javët e para, po. Me 19 pikë ndjekur nga Manchester City me 16 pikë, Liverpooli me 15. Fal, i dashur Egon, çfarë kemi thënë këtu? Manchester City e kemi parë në javën e parë në vend të mesit, po. Patjetër. Është emër shumë i madh. Mbi të gjitha ka një trajner shumë të madh. Patjetër. Ka dhe shumë lek mbi të gjitha. Ne kanë gjithë ato. Futboll. Por që patjetër është peshë dhe është skuadra për të mundur. Absolutisht po. I ndjekur nga Bournemouthin në vend 4, surpriza e Premier League-s, Chelsea në vend 5, Tottenham në vend 6, po. Kjo është pra renditja e Premier League-s. Premier Liga është e tillë që ka surpriza, por ka dhe luftë deri në javën e fundit. Absolutisht po. Kështu që si për titull, si për kupat e Evropës, si për kategoria. Pavarësisht se Arsenali është 3 pikë nga vendi i parë, 4 nga vendi i dytë dhe asgjë nuk mund të parashikojmë tash. Është akoma herët. Në tetor, po themi, absolutisht asgjë. Është akoma herët për të dhënë një verdikt final. Por kampionat shumë i fortë edhe ka shumë cilësi. Absolutisht. Një nga kampionat më të forta të Evropës, mos ndoshta edhe më i fortë. Po ja kalon dhe Champions League-s për të ardhura, do të thotë që është i ndjekur, është i pëlqyer, gjeneron të ardhura. Absolutisht. Për të shkuar në Spanjë shpejt tek Barcelona, rikthehet 2-1 me vuajtje. E merr vetë fjalën e gjithmonë. Me Gironën. Sepse fitoi me Gironën, kjo fitore duhej se s'bën. Në plot kuptimin e fjalës se s'bën, por ka dominuar gjatë gjithë lojës, nuk e mohojmë sepse Barcelona e ka këtë stil që dominon kundër çdo skuadre. Po, edhe kur humbet prap dominon, është Barcelona kjo. Prap dominon, për rasti konkret skuadra ka mungesa, ka 5-6 mungesa që shpresoj shumë se mos harrojmë javës tjetër kemi ndeshjen e globit. Po, Real Madrid Barcelona, por këtë ndeshje u fitua minutën e fundit nga qendërmbrojtësi Robert Araujo, duke pasur mungesa trajneri Hansi Flick, u detyrua që qendërmbrojtësit ta nxjerrë sulmues. Por ato kanë aq shumë cilësi sa edhe qendërmbrojtësi ditë shënoi gol dhe këtë rast shënoi gol, i dha një 3 pikë shumë të vyer dhe shkoi me 2 pikë mbrapa Reali. Reali fitoi me Getafen 1-0, nuk them se meritoi, por me thënë drejtën ai arbitri e bëri çik balt këtë ndeshje. Në 2 kartonë kuq. Sepse doli 2 kartonë kuq për Getafen dhe skuadra shkoi me 9 vet. Dhe në minutën e fundit Getafe ka pasur një rast shumë të pasur që mund të barazonte me dy lojtar minus. Por Reali ka emra shumë mëdhenj si Thibaut Courtois, një portier më të mirë të botës, që në momentet e caktuara din që ta nxjerrë skuadrën nga situata. Dhe ka që tjera Atletico Madrid bëri detyrën 1-0 dhe rikthehet aty ku e takon. Absolutisht. Renditja e La Ligës është Real Madridi në vend parë me 24 pikë, Barcelona e dyta me 22, Villarreal me 17, Atletico Madridi në vend 4 me 16 dhe Betis 16 dhe Espanjoli në vend të 6 me 15 pikë. Për të shkuar me vrap tek Serie A. Po ja le fjalën profesor Evionit. Serie A, profesor Evionit, çfarë na tha Serie A këtë? Po shoh që ka pas kampionat surprizave për këtë javë. Po, absolutisht.
Milani ka fituar me Fiorentinën në Milano, një humbje surprize e Juventusit nga skuadra surprizë e këtij sezoni që është Komoja. Nuk është surprizë humbja e Juventusit. Për mendimin tim, po ta diskutojmë pas fjalës. Patjetër. Atëherë ta nisim nga ndeshja më e vonshme nga që ishte mbrëm Milani me Fiorentinën. Milani tregoi karakter, ktheu dhe rezultatin e ndeshjes. Siç kemi thënë që Massimiliano Allegri do vazhdoj të konsolidojë ekipin, do ta sjellë sa më lart në renditje dhe aktualisht është vend parë. Milani është në vend parë në Serie A. Kjo tregon që Iglitari vërtet është një drejtor sportiv shumë i zotit, sepse ka bërë goditjet e duhura, zgjedhjet e duhura, jemi herët, siç e tham, sepse kampionatet duan kohën e vet, por Milani ka këto pikë që ka dhe është vend parë. Ka ecur shumë i konsoliduar Milani nga fillimi i kampionatit deri tani. Ndërkohë, të dalë pjesa që përmendi Andi, Iglit, ke pjesa e merkatos, lojtarët që ka afruar. U bë një buj për lojtarin Jeshari, por gjithashtu edhe për Modric. Por nuk mund të lep pa përmendur një lojtar në mesfush si Ricci, që është pjesë e kombëtares. Absolutisht. Një lojtar shumë polivalent. Dhe erdhi nga Torino, mos gaboj. Po, saktë. Dhe dua të them që një lojtar si Ricci nuk është se ka një emër të madh si lojtar, por është pjesë e kombëtares dhe ai fton në skuadër një element të kombëtares. Po. Jep dhe ngjyra italiane skuadrës Milanit. Absolutisht po, se Italia me thënë drejtën po vuan këto vitet e fundit për element, ndërsa dhe kombëtare po rrezikon të shkojnë prapë në botror. Ndërkohë bën dhe pastaj atë rritin si lojtar dhe i jep një tjetër stad kur luan ke Milani, ndryshe nga Milani ka dhe një sulmues shumë të talentuar, Rafael Leao, i cili mbrëm ka shënuar. Rafael Leao. Por e çuditshme atij lojtari është që nuk e di, nuk ka impenjimin e dur. Nuk është se është konstant. Bën një ndeshje, dy ndeshje në nivelin shumë të lartë dhe pastaj disa ndeshje të rikthehet pas kësaj ndeshje. Shpresojmë shumë që të ketë marrë moralin. Ai ka luajtur në Portugalinë, ka luajtur në kombëtare. Po është lojtar kombëtar portugez. Jo, e di, po a ka luajtur në ndeshje të kombëtare? Po, patjetër që po. Gjatë fundjavës? Jo, s'ka luajtur rregullisht, Është pjesë e kombëtares, po nuk ka luajtur rregullisht, nuk ka marrë minuta të plota. Të kalojmë ke Como Juventus. Po, Surpriza e javës. Surpriza për nga rezultati, për nga emrat, por loja e Juventusit ka disa ndeshje që ka oscilacione të mëdha dhe le për të dishëruar deri diku. Unë vetë jam simpatizant i Juventusit, por nuk më bind fare loja që ka shfaqur këtë vit trajneri Tudor dhe lojtarët aktual. Ndërsa unë jam partizan, falë se po ndërpres, i trajnerëve të ri. Dhe në këtë rast Cesc Fabregas po tregon që është një trajner i ri me shumë vizion. Mos harrojmë, ka dalë nga Barcelona, nga ajo shkollë që ndoshta unë këtu e përmend shpesh, por është filozofia më e mirë për futbollin dhe për trajnerët, sepse ai lloj futbolli mund të humësh një ndeshje e gon ose dy, por shumica e ndeshjeve i fiton. Se futbolli luhet duke pasur topin këmb. Është më mirë nga ana jote ta kesh ti topin këmb se sa ta ketë ekipi kundërshtar, se duke e pasur ti topin këmb ke më shumë shanse për të shënuar. Duke e pasur më pak topin këmb ekipi kundërshtar ka më pak shanse për të shënuar. Është vërtet. Respekt e Cesc Fabregas. Ta kundërshtoj pak, sepse po ka dalë nga Akademia e Barcelonës si lojtar, por është zhvilluar ke Arsenali me strategun Arsene Wenger, i cili ka të njëjtën filozofi futbolli. Ka të njëjtën filozofi futbolli. Në fakt është vërtet kjo. Është shumë e drejtë. Por e ka zhvilluar Arsenali si lojtar. Absolutisht. Dhe Barcelona pastaj e mori të pjekur. E rimori të pjekur. Prapë do të kundërshtoj pak. E ka zhvilluar si lojtar, por ka dalë nga La Masia. Mos harrojmë akademinë më të mirë të botës. Mos harro sa vjet që ka marrë. Të vogël me sa vjet që ka marrë Arsenali Fabregas. Të dy kanë merit. Barcelona dhe Arsenal. Kështu që jo vetëm Barcelona. Jo, absolutisht jo, po këtë rast Cesc Fabregas po tregon që është. Atëherë të rikthehemi ke ndeshja, bëri një ndeshje shumë të mirë dhe mos harrojmë ka marrë një Alvaro Morata që flitesh do lëndë futbollin fare. Që do lëndë futbollin dhe ai besoi dhe luna në formacion me Komon dhe është pikë referimi. Sepse janë lojtarë të nivelit shumë të lartë, jo vetëm në cilësi, dhe ti e din shumë mirë si trajner, po nga ana profesionale. Dëshira e madhe që Morata ka për të luajtur futboll, pavarësisht se ka arritur gjithçka si nga ana financiare dhe nga ana sportive,
ka biseduar me Fabregas, duke qenë të dy spanjoll, i ka besuar për projektin dhe ai po jep dhe është e çuditshme domethënë po los sigurisht një djalë i ri që kërkon të afirmohet. Sepse si duket tek skuadra e Komos ai nuk e ka presionin për të arritur. Ka shkuar me futboll. Dhe ai si duket me çka kuptojmë ai po e shijon realisht. Edhe ti tani po e shijon tamam futbollin pa presion. Kur ti e shijon pa presion, aty realisht jep maksimumin. Normal. Kjo po ndodh edhe me Alvaro Morata. Ka dhe ndim shumë një talent si Niko Paz, që super lojtar me fushor. Super lojtar që po kërkon gjysma e Europës. Po vitin tjetër besoj tjetër ke kohë. Dhe që ishte edhe shënuesi golit të dytë. Po. Një talent i rrallë që po rritet të ke Como. Dhe besoj, siç kemi thënë, që është me 12 pikë, 4 pikë nga vendi i parë, por që besoj me lojën që po zhvillon do jetë surprizë e këtij viti. Po, do luftoj për lart. Roma Inter 0-1 për Interin, një lojtar i ri si Boni bëri golin e fitores. Saqë edhe vetë nuk po e besonte ta godiste për në port topin apo shërbente në qendër. E pa që ishte i vetëm dhe goditi dhe bëri shumë mirë. Shënë gol me atë gol mbaroi dhe ndeshja 0-1. Kemi edhe një Torino-Napoli. Torino-Napoli, një surprizë e madhe e javës. Edhe për futbollistin e kombëtarës tonë. Dy futbollistë kombëtarës tonë. Por Kristian Aslani ka qenë. Ka luajtur 90 minuta me goxha ritëm, edhe kjo është gjëja më e mirë e mundshme në prag të dy ndeshjeve të ekipit tonë kombëtar. Shpresojmë që Aslani të vazhdojë kështu, ai ka kap formacionin se nga Interi ke Torino, prandaj shkoi për të luajtur në formacion. Dhe trajneri e ka marrë me idenë për ta futur në formacion dhe për t'ia besuar çelësat e mesfushës, siç thuhet në zhargonin e futbollit, Kristian Aslani. E ka justifikuar dhe mos harrojmë, unë vazhdoj të mëshoj që Napoli është skuadra për të mundur Serie A. Patjetër. Gjatë kampionatit do kesh dhe humbje. Sigurisht. Napoli është skuadra më e mirë e Serie A dhe Torino ka marrë një 3 kompakte. Ishte humbja e dytë për Napoli, por mbetet skuadra për të mundur. Kampione në fuqi dhe për të mundur në Serie A. Në Serie A, po. Por besoj se do jetë e luftuar këtë vit Serie A, sepse kemi shumë ekipe që janë me pikë afër njëri tjetrit. Dhe Juventusi besoj se patjetër do ringrihet, do ndryshojnë në vazhdim. Në fund fare shpejt të diskutojmë bashkë Bundesligën gjermane dhe ligën e parë franceze. Ka shumë për diskutuar, ishte kërë ndeshja e javës Bayern Munich Borussia Dortmund. Nëse Dortmundi do arritet të merrte 1 pikë ose 3 pikë, do ta rihapte deri diku, edhe pse kujtojmë që diskuton asnjë moment. Bundesliga po fitoi 2-1, kështu që atje është mbaruar titulli. Në Leipzigu, në München. Në Allianz Arena. Bayerni kryeson me 21 pikë, 5 pikë larg vendit të dytë Leipzigut. I cili po mundohet ta ndjekë, por aq është hapi Leipzigut, maksimumi që mund të arrish vendi i dytë, që është një arritje e jashtëzakonshme për një klub si Leipzigu. Kështu që Bundesliga nuk ka shumë. Nuk është se ka shumë histori. Surpriza është Paris Saint-Germain Strasbourg në Francë. 3-3 në Parc des Princes, Parisi po lën pikë. Në shtëpi. Marseille ka fituar dhe është ngjitur për momentin vend parë. Por prapë duhet të theksojmë që Parisi është një emër shumë i madh dhe nuk është se unë nuk e mendoj që do të diskutoj kampionatin francez, por më mirë kështu se bëhet akoma më i bukur dhe më interesant. Pikërisht. Strasburgu nuk është se është një ekip që është po lufton për mbijetesë. Strasburgu është në vend të tretë. Në vend të tretë, po. Dhe nuk është rastësisht aty. Absolutisht. Por është mbi Lyonin, është mbi Lilën, është mbi. Liga që i merr Parisit është e bën surprizë të javës sepse frenon kampionët në fuqi. Absolutisht, po dalim pak i çik ajo diskutimi që bëm pak më përpara ke trajnerët. Luis Enrique është trajneri i Paris Saint-Germainit, është trajner spanjoll. I dal nga Barcelona, nga ajo filozofi dhe kampioni fuqi i Champions League-s. Kështu që tani ti nuk e ke me Andin, e ke me Barcelonën me sa po kuptoj. Jo, e ka me Andin. Ta kundërshtoj sepse Barcelona ka marrë nga Real Madridit Luis Enrique. Ka problem. Filozofia që përdor Luis Enrique është filozofia e Barcelonës. Tani për te se bëjmë dhe pak shaka, por realisht janë ekipe shumë të dhaja. Nuk do të jemi pa përmendur në Francë fitoren e Marsejës 6-2. De Zerbi. E nisi në disavantazh ndeshjen. Po, edhe ktheu. Dhe ktheu, por është një trajner që kërkon më shumë lojën e bukur dhe me golead se sa fitoret e vuajtura.
1-0 dhe ta tërheqë ekipin e tjerë. Është trajner për ata që dashurojnë vërtet të sportin. E kemi thënë. Më kujton Zdenek Zeman Të Romës. të Romës, sidomos ke Pescara kur shkoi më mbrapa. Bëri një futboll fantastik. Bëri një Me futboll. Ciro Immobile që u shqua aty dhe dolën gjithë emrat e tjerë që dolën brapa. Apo Nivel, ishte filozofia të bëj një gol më shumë se kundërshtari. pa. Qartë. Mos mbrojemi. Përpara se ta mbyllim, një pyetje shumë të shkurtër në fund. Për kuriozitet, kush mund të jenë skuadrat me të cilat kombëtarja jon mund të shkojë në play-off, po themi mund të përballet. Mbase është ende herë, sepse dy ndeshjet e fundit mund të ndryshojnë edhe renditjen. Po janë Polonia, Hungaria në dinin time, Polonia, Hungari, Çekia, po. dhe Suedia. Suedia, po. Suedia vështirë se Suedia është vend fundit tek Po, grupi i sepse Kosovës. jo, po janë skuadrat që do vinë dhe nga National Liga Po, e vërtet është. dhe Këto janë kundërshtatë më të mundshëm. këto ishin të E gon se mos dalim nga tema se tani jemi në fund, po vetëm ta theksojmë sepse më përmendi Suedin dhe një merit jashtëzakonshme për Kosovën. Po. Ka fituar Suedi. patjetër. Sepse ne Shumë e se vërtet. ndeshja është bërë mbasi ne Shumë kemi e bërë vërtet. emisionin kur kemi folur për Shumë e ekipin vërtet. tonë kombëtar, po mirë. Fitore shumë e rëndësishme. Fitore shumë e rëndësishme, 0-1 në Suedi Shumë e vërtet. dhe është me një këmbë drejt play-offit. Shqipëria dhe Kosova me një këmbë drejt Mund play-offit. të kemi Një prenari shumë e madhe për ne si këmbë. të dyja skuadrat tona përfaqësuese, ndoshta mund t'i kemi në botror. Ndoshta. Shpresoj Edhe shumë. të kryqëzojmë gishtat edhe të urojmë suksese kombëtarëve shqiptare dhe përfaqësueses Së Kosovës. së Kosovës. Unë ju falenderoj. Në fund fare. Fundit. Për në fund mos harrojmë të përmendim rekordmenin e ri të kombëtarës Elseid Hysaj, i cili ka 94 ndeshje. Ka lënë brava lojtarë. Besoj mund të shkojë edhe ka mundësi të kapi 100. Unë mendoj që shumë do ta jashtëm. kapi 100. I ka mundësi Edhe të me kapi formën 100. që po tregon Po, është është në konstant ngritje. po rritet dhe kështu që pa diskutim. Është në Ju urojmë ringritje. gjithë mirat ekipit tonë kombëtar, shpresojmë shumë që të arrijmë të ëndër për të gjithë shqiptarët. Për të gjithë shqiptarët. Mirë.